Të nderuar bashkëqytetarë të qarkut të Shkodrës, që nga viti 2015, Bashkia Malësi e Madhe ka transformuar një territor pa infrastrukturë dhe vizion në një zonë dinamike me investime në çdo fushë. Rikualifikimi urban ka përfshirë qendrat si Koplik, Bajz, Tamar, Razëm, Vërmosh, Bog dhe Lëpush, duke krijuar mundësi zhvillimi ekonomik dhe turistik. Janë asfaltuar 143.5 kilometra rrugë me përfundimin e 19 kilometrave në 2025. Investime në ujësielës për qytetin e Koplikut, Koplik i Sipërm, Bajz dhe Gradec Marshej, Balsh e të tjera, duke mbuluar pothuajse të gjithë territorin me ujë të pishëm. Përmirësimi i aksesit në zona turistike dhe nisja e projekteve si rruga Tamar Vukël, Bratosh Vrith, si dhe shtegu i biçikletave në Bog për zhvillimin e turizmit. Nga 2 evente në vitin 2015, sot në Malësinë e Madhe organizohen mbi 12 aktivitete kulturore çdo vit, duke përfshirë xhubletën në UNESCO. Me 11 maj, qytetarët e qarkut Shkodër mund të vazhdojnë këtë rrugë. Me 11 maj, voto pesën, Partinë Socialiste, për Shkodrën, për Malësinë e Madhe dhe për Shqipërinë evropiane.